Për të vërtetën, eksportet kanë ecur normalisht, kanë ecur gjithmonë në rritje, në sasi dhe në vlerë, dhe kjo është fali investimeve që janë bërë në ambientet e mbrojtura, veçanërisht në sera. Kemi parasysh që janë mbi 2200 hektar sera, një të fishim në harkun e 5 vjetëve, dhe kjo bën që ne të garantojmë eksportin, por ka dhe një moment tjetër që duhet theksuar, që është bërë një punë shumë e mirë përsa i përket të cilësisë, standardeve dhe sigurisë së konsumatorit, dhe në këtë drejtim janë disa projekte të Organizatës Kombeve të Bashkuara, siç është projekti UNIDO dhe programi global për cilësitë dhe standarde, që po i japin Shqipërisë një ndihmë të jashtëzakonshme, krahas 12 vendeve të tjera në shkallë ndërkombëtare, për të konsoliduar këtë proces. Pra, eksportet janë të lidhura angushtësisht me cilësinë, kjo është e lidhur angushtësisht me tregjet, sepse tregjet e Bashkimit Evropian, që janë tregjet që blejnë me çmime më të larta, janë tregjet që kërkojnë cilësi dhe standarde. Këto janë arsyet që dhe eksportet kanë ecur, dhe unë besoj që objektivi që është vënë për 2030, që Shqipëria të eksportojë 1 miliard euro eksporte bujqësore në tërësi, mund të realizohet.